Ajo që lutja ime për sot është që shpresoj që fjala që do ndajmë të jetë nevoja juaj. Në fakt tamam, unë do doja shumë edhe dëshira ime është që ne të ishin plotësuar edhe mos kishim nevojë për këto gjëra, por që ja që jemi njerëz, ja që jemi me dobësitë tona, edhe Zoti na tregon përderisa jemi në këtë trup, edhe në këtë mish, ne kemi dobësi edhe këto dobësi na tregojnë nevojën reale që kemi për Perëndin, e të jemi lidhur me të. Dhe kjo është edhe tema e mesazhit për sot, do të shohim shikimin hynor, nëse do të do vjen një emër mesazhit, do të ishte shikim hynor. Edhe do të shikojmë nga 2 Mbretërit 6, 8 deri 23. Unë nuk e di, edhe jam i sigurt fakt që shumica prej jush e keni lexuar këtë pasazh, është nga pasazhet nga 10-a e vjetër, nga historia e mbretërve dhe profetëve të Izraelit. Edhe thelbi i mesazhit për sot janë syt edhe shikimi. Do shikojmë syt si organ edhe shikimin si proces, por jo vetëm nga ana fizike, ne do shikojmë nga ana shpirtërore. Kur Perëndia e krijoi njeriu, e krijoi në shëmbëtyrën e vet, e krijoi të përsosur. Edhe Bibla e tregon këtë që ai krijoi, thjesht nuk e krijoi një qenie frymërore edhe kaq, por në përsosmërinë e vet. Edhe Bibla tregon se kur ai e krijoi, thotë te Zanafilla 1:27, thotë, dhe Perëndia e krijoi njeriu në shëmbëtyrën e vet. Pra, kur Perëndia e krijoi Adamin, e krijoi në shëmbëtyrën e vet. Edhe sytë e Adamit ishin në shëmbëtyrën e Perëndisë. Do flasim për sytë, edhe do të shikojmë që edhe sytë e Adamit ishin në shëmbëtyrën e Perëndisë. Ata sy shikonin kopshtin e Edenit, shikonin lavdinë e Perëndisë, por nga ana tjetër reflektonin gjithashtu ngjashmërinë e shikimit të Perëndisë. Mendoni pak, ata shikonin, nuk po them si Perëndia, por reflektonin ngjashmërinë e shikimit të Perëndisë, sepse ishin krijuar në shëmbëtyrën e Perëndisë. Edhe kur Zoti e krijoi Adamin, edhe organi i syrit, apo procesi që ai shikonte, ishte në shëmbëtyrën e Perëndisë. Por në kopësht, gjarpi i tha Evës, që s'do shikojmë, por Perëndia e njeh se në ditën që do të hani prej saj, atëherë sytë tuaj kanë për të hapur. Ju keni për të qenë si perëndit, duke njohur të mirën dhe të keqen. Pra, Satani i afrohet njeriut dhe i kërkon të bëjë diçka që Perëndia kishte thënë mos ta bënte, dhe pikërisht përmend fjalën sy. Edhe tundon atë pikërisht të syt. Dhe Eva besoi atë gënjeshtër se i mungonte diçka syve të vet. Syve që ishin krijuar në shëmbëtyrën e Perëndisë, ajo e vuri dyshim, edhe mendoi se diçka tjetër do të shikonte, që i mungonte shikimin të saj. Në fakt, Bibla tregon që kur ajo hëngri frutin, edhe i shoqi Adami hëngri frutin, sy u hapën. Kështu thot Bibla, por dhe te Zanafilla 3:7 dhe sytë e atyre të dyve u hapën, dhe ata e njohën që ishin lakurik. U hapën, por për çfarë u hapën? U hapën për të parë lakursinë e tyre, për të patur turp, dhe për herë të parë shikojmë që ata patën frikë. Ishte diçka që ata nuk e shihnin, nuk e kishin më para këtë problem. Në fakt, kjo është historia e çdo qenie njerëzore, që ka jetuar mbas Adamit, edhe kanë sy, por nuk kanë ata sy të cilët Perëndia i krijoi në shëmbëtyrën e vet. Janë sy që kanë humbur funksionin për cilin Perëndia i krijoi, edhe procesin e punës që mund të shikonin. Edhe nuk janë ata sy që Adami shikonte në fillim kur ishte në kopësht me Perëndin. Tani në kontekstin e historisë që do të kalojmë sot do të shikojmë këtë gjë. Ne shohim armiq, atje ku Perëndia shikon shpëtimin e mundshëm. Pra, ne si njerëz shikojmë armiq, shikojmë probleme, ndërsa Perëndia shikon shpëtim, shikon mundësi. Ne shohim rrethana të pashpresa atje ku Perëndia sheh një ushtri qellore që na rrethon me mburojën e vet. Dhe fakt e vërteta është se ne kemi problem me sytë tanë fizik, me sytë e mishit, të cilën në vërtet janë gënjeshtar. E them janë gënjeshtar sepse ata shikojnë diçka, edhe nga ana materiale ata shikojnë atë që është, por kanë humbur vizionin që Perëndia na krijoi për të parë. Edhe ata nuk mund të shikojnë atë gjë që ekziston në sytë e Perëndisë. Edhe janë të kufizuar të shikojnë realitetin frymëror. Ka vetëm një person, në fakt është Perëndia,
ai që nuk e ka humbur vështrimin e qartë që shikon gjithçka që ai ka krijuar. Dhe tani në historinë tonë ne do të shikojmë disa personazhe. Do të shikojmë një njerëz të Perëndis, Elishain apo Eliseun siç e kemi mësuar ta lexoni më para. Do shikojmë një mbret sirian, do shikojmë një shërbëtor të trembur, që ne nuk ja dim as emrin, nuk e thot emrin, por është shërbëtori i njeriu të Perëndis, i cili është i frikësuar dhe i trembur. Dhe do shikojmë një ushtri të tërë, të cilët janë tërverbuar. Të gjitha këto gjëra do na tregojnë diçka të thellë për syt, për atë që shikojmë, për atë që nuk e shikojmë dhe për atë që Perëndia dëshiron që ne sot të kemi mundësi ta shohim para se dalim nga kjo sallë. Dhe thash, nga ana biologjike dhe shkencore, shikimi është një nga proceset më komplekse dhe më të mrekullueshme që funksionon edhe si ndërvepron me trurin tonë. Por sot thash do të shikojmë nga ana frymërore këtë gjë, patjetër do të prekim edhe gjëra fizike, por do të shikojmë përtej asaj që shikojmë fizikisht. Sepse sot në botë, por edhe në këtë sallë, unë do doja shumë që mos kishte, por që edhe në këtë sallë, ashtu si në gjithë botën, ka njerëz që mendojnë që shohin, por në fakt nuk shohin realitetin e vërtet të cilin Perëndia na krijuar. Dhe e vërteta është që edhe ne si besimtar, ndonjëherë mendojmë që shikojmë me sytë e Perëndis, por e vërteta është që në dobësinë tonë ne nuk e shohim atë që Perëndia na rrethon, dhe atë për cilin Perëndia po na flet. Do lexojmë pasazhin 2 Mbretërit 6 vargu 8 deri 23 dhe pastaj do kalojmë duke i parë çdo personazh me radhë. Pasazhin do ta lexoj Henli. Pastaj mbreti i Sirisë bëri luftë kundër Izraelit dhe u këshillua bashkë me shërbëtorët e tij duke thënë: "Në këtë, anë atë vend do të ngul kampin tim." Dhe njeriu i Perëndis i dërgoi fjalë mbretit të Izraelit duke thënë: "Ruhu që të mos kalosh në këtë vend, sepse atje kanë zbritur sirianët." Dhe mbreti i Izraelit dërgoi njerëz në vendin për të cilën i tregoi dhe e paralajmëroi njeriu i Perëndis dhe e shpëtoi veten atje. Kjo ndodhi jo 1, a 2 herë. Prandaj zemra e mbretit të Sirisë ishte e trazuar rënd për shkak të kësaj gjëje, dhe ai i thiri shërbëtorët e tij dhe u tha: "A nuk do të ma doftoni kush prej nesh është për mbretin e Izraelit?" Dhe njëri prej shërbëtorëve i tha: "Askush, o mbret im Zot, por Elishai, profeti që është në Izrael, i tregon mbretit të Izraelit fjalët që ti i flet në dhomën tënde të gjumit." Dhe ai tha: "Shkoni e përgjoni ku ndodhet ai, që të dërgoj njerëz e ta marr." Dhe i treguan atij duke thënë: "Ja, ai është në Dotan." Prandaj ai dërgoi atje kuaj, qere dhe një ushtri të madhe. Dhe ata erdhën natën dhe rrethuan qytetin për qark. Dhe kur shërbëtori i njeriu të Perëndis u çua herët dhe doli për jashta, ja, një ushtri e qarkonte qytetin bashkë me kuaj e karroca. Dhe shërbëtori i tha atij: "Me detim Zot, si do t'ja bëjmë?" Dhe ai u përgjigj: "Mos ki frikë, sepse ata që janë me ne janë më të shumë se sa ata që janë me ta." Dhe Elishai u lut e tha: "Zot, të lutem, hapja sytë atij që të mund të shoh." Dhe Zoti ja hapi sytë djaloshit dhe ai pa. Dhe ja, mali ishte plot me kuaj e kalorës të zjarrt përreth Elishait. Dhe kur ata zbritën tek ai, Elishai u lut Zotit e tha: "Të lutem, goditi këta njerëz me verbri." Dhe ai i goditi ata me verbri sipas fjalës së Elishait. Dhe Elishai u tha atyre: "Nuk është kjo udha, as ky nuk është qyteti. Ndiqmeni dhe do t'ju sjell unë te njeriu që kërkoni." Por ai u udhëhoqi për në Samari. Dhe ndodhi që kur kishin arritur në Samari, Elishai tha: "Zot, hapi sytë e këtyre njerëzve që të mund të shohin." Dhe Zoti u hapi sytë dhe ata pan. Dhe ja, gjendeshin në mes të Samarisë. Dhe kur i pa ata, mbreti i Izraelit i tha Elishait: "Ati im, a ti godas? A ti godas?" Dhe ai u përgjigj: "Nuk e për ti goditur. A do t'i godisi ata që i ke marrë robër me shpatën dhe harkun tënd? Voru përpara buke ujë që të mund të hanë e të pinë dhe të kthehen te zotëria e tyre." Dhe ai përgatiti për ta një nozullim të madh, dhe pasi hëngrën e pinë, ai i përcolli dhe ata shkuan te zotëria e tyre. Kështu çetat e Sirisë nuk erdhën më në truallin e Izraelit.
Lexohem fillim pasazhin të gjithë, se mund ta kisha ndarë me pjesë në çdo pjesë të mesazhit, por që të krijoni një ide, edhe ta imagjinoni, futuni pak në këtë histori. Edhe personazhi i parë që do të shikojmë është Zoti. Ai shikon gjithçka. Në fakt nuk ka asgjë, absolutisht asgjë, jo vetëm në rrezullin toksor e në diell, por në gjithë universin që del jashtë vështrimit dhe shikimit të Perëndis. Kjo është ajo që duhet të mendojmë e duhet të kuptojmë në këtë pasazh. Edhe fakt, mbreti i Sirisë mendonte se po planifikonte në fshehtësi. Ai kishte mbledhur shërbëtorët e vet, po planifikonte një sulm, kishte zgjedhur vendin, kohën, pritën që do të bënte kundra mbretit të Izraelit për sulm. Po dyert fakt aty ku ishte ishin mbyllura, kishte njerëz më besnik, edhe mendonte që çdo gjë ishte në fshehtësi. Dhe kështu thotë te 2 Mbreti 6 vargu 8. Por shkrimi na thot diçka që duhet na bëjë të mendojmë. Pikërisht te vargu 12, Elishai tregonte mbretit të Izraelit çdo fjalë që mbreti i Sirisë thoshte në dhomën e tij të gjumit. Mendoni pak, gjëja apo vendi më privat, më sekret, që them më privat, ku një person mund të ketë privatësinë e vet, edhe Zoti ishte aty. A e dini se ky nuk është një nga pasazhet e izoluara në fjalën e Perëndisë që tregon që Perëndia është në dhomën tënde të gjumit, është aty ku ti mendon që mbasi nuk ka asnjëri. Edhe ka shumë pasazhe, unë nuk mund t'i merret të lexoja të gjitha, po do të shikojmë disa për të kuptuar se si Perëndia është në kontroll edhe është aty me ty. Tek Psalmi 139 vargu 1 deri në 4 thotë: O Zot, ti më ke hulumtuar e më ke njohur. Ti e njeh uljen dhe ngritjen time. Ti e kupton mendimin tim prej së largu. Ti e rrethon shtegun tim dhe vendi ku shtrihem. Je i njohur në të gjitha udhët e mia. Se pa pasur asnjë fjalë në gjuhën time, o Zot, ja ti e njeh gjithçka. Pra Zoti është kudo, në ulje, në ngritje, në lëvizjen tënde, aty ku ti shtrihesh, aty ku ti ngrihesh, kudo që ti je, ai është aty. Po ashtu tek Hebrejt 4 vargu 13 thuhet e njëjta gjë. Nuk ka krijesë që si manifestohet shikimit të tij, por të gjitha gjërat janë lëkuriq e të hapura për sytë e atij me të cilin kemi të bëjmë. Pra, nuk ka krijesë, nuk i manifestohet shikimit, pra nuk ka krijesë që është jashtë shikimit të Perëndisë. Gjithashtu Jobi 34 vargu 21 thotë: sepse sytë e tij janë mbi udhët e njeriut, dhe ai i sheh të gjithë ecjet e tij. Edhe kjo është ajo që duhet të mendoni. Zoti i sheh gjithë udhët e tua. Kudo që ti je, qofsh besimtar ose jo, Zoti është aty. E shikon veprimin tënd, sjelljen tënde dhe reagimin tënd. Fakt kjo është një ngushëllim shumë i madh për ne që jemi besimtar, po edhe për të tjerët. Duhet ta kuptojnë sa mrekullueshme është të dish që Perëndia e krijuesi i gjithësisë është aty me ty. Po nga ana tjetër është edhe një paralajmërim. Them që është ngushëllim, e di pse? Sepse mendoni pak, kur je vetëm, kur je i braktisur, kur askush nuk të shikon në dhimbjen tënde, Perëndia të shef. Kur askush nuk është aty me ty, mund të merrja disa raste, disa histori apo disa personazhe, po unë po i përgjithsoj. Kur je i sëmurë në shtratin e spitalit, kur askush nuk është aty, mbasi ata kanë ikur secili në shtëpinë fund fare, ti aty në shtratin e spitalit, pret që të marrësh kurën e radhës, Perëndia nuk të lë vetëm. Zoti është aty. Nga ana tjetër, edhe për ty që je një i ri, edhe je duke luftuar me mendimet e tua të errta dhe u buzëqesh njerëzve thjesht në fasadë, por brenda ke një luftë. Edhe Perëndia gjithashtu e sheh thellë zemrën tënde. Sepse Perëndia shikon gjithçka. Nëse do thosha për një të moshuar, që s'ka askënd që të kujdeset për atë, askush që ta vizitoj, në fakt Perëndia hyn aty ku dyert janë gjitha të mbyllura, dhe Zoti është aty. Mendoni pak këtë gjë në jetën tuaj dhe mund të lidhni historitë të jetës tuaj me këtë që po themi sot. Edhe ju i keni kaluar këto gjëra mbase unë shpresoj që jo të mos keni pas kohra të vështira, por në kohra të vështira keni parë Perëndin dhe është mrekullueshme, edhe pse si duam ato kohra. Edhe në fakt si thot Agari ishte shërbëtorja e Sarës, bashkëshortes së Abrahamit, dhe kur ajo ishte në shkretir, te Zanafilla 16 vargu 13 thot: ti Perëndi më shef. Në vetminë e saj, kur ishte në vetmi me fëmijën që gati po vdiste,
ajo u drejtua Perëndisë dhe e kuptoi që Perëndia po e shifte dhe ajo komunikoi me Perëndin. Por nga ana tjetër, mund thosha që është një paralajmërim. Është paralajmërim sepse kur mendon që je duke bërë një mëkat në fshehtësi, kur mendon se askush nuk të sheh atë që ti thua, atë që ti bën, Perëndia është aty duke të parë. Perëndia sheh. Nuk ka dhomë mjaft e errët, nuk ka ekran telefoni mjaft privat, edhe nuk ka zemër mjaft të mbyllur që Perëndia të mos e depërtoj. Mendoni pak të gjë, në jetën tuaj, nuk ka gjë të fshehtë që Perëndia nuk e sheh. Dhe me këtë në mendje duhet të bëj një pyetje secilit prej jush. Nëse Perëndia sheh gjithçka, a je gati ta jetosh jetën me këtë qëndrim në zemër, Perëndia po sheh gjithçka? A ke këtë pastërti edhe ta them ty, ja them vetes time? A jemi gati ta jetojmë jetën me atë pastërti kur e dim që Perëndia po na sheh? Se po flasim për gjëra praktike, jo për gjëra teorike. Kjo është të jetosh në prakticitet me Perëndin, duke ditur që ai është aty me ty, është si unë dhe ti jemi përballë dhe shikojmë njëri tjetrin për shkak të syve që kemi biologjik. Dhe kufizimet tona na bëjnë mos ta shohim ekzistencën e Perëndis apo të qerreve të zjarrta, por Perëndia është këtu me ne, edhe sot në këtë moment. Mendoni këtë gjë, Perëndia sheh gjithçka. Nga ana tjetër, do shkojmë personazhin tjetër, e le të hym thellë në zemrën e këtij mbreti, se unë besoj se ky njeri është pasqyra më e mirë që shpesh njerëzit reflektojnë jetën e tyre përditshme. Vini re çfarë ndodh kur mbreti kupton se planet e tij po dështojnë, kur ai bën një plan edhe ditë pas dite synon ta sulmoj mbretin e Izraelit dhe çdo gjë i dështon. Edhe e çuditshme është se ai nuk thot, mbase Perëndia po ndërhyn, ai nuk thot ndoshta ka diçka më të madhe sa unë në këtë mes edhe unë nuk po e kuptoj. Ai thres shërbëtorët e tij, edhe çfarë thot? Prandaj zemra e mbretit të Sirisë ishte trazuar rënd për shkak të kësaj gjëje dhe ai thiri shërbëtorët e tij dhe u tha: "A nuk duhet të më dëftoj kush prej nesh është për mbretin e Izraelit, pra kush nga ne po na spionon?" I drejtohet njerëzve më të afërt. Ai supozon tradhti sepse nuk mund ta imagjinoj realitetin përtej asaj që ai kontrollon. Pra, ai ka çdo gjë në kontroll, dhe tani po i ndodh diçka që ka jashtë kontrollit, edhe ai nuk mund ta imagjinoj që ka një dorë të mbi natyrshme në këtë mes. Ky njeri ka sy, në fakt ka sy të mpret sepse është mbreti i Sirisë, ai ka përballur lufta, ka fituar betejë edhe mund të ketë humbur, por është strateg nga ana njerëzore, por është i hapur për syt e tij fizik, po është i verbër për të kuptuar një realitet përtej asaj që ai shikon. Ai jeton në një botë ku gjithçka shpjegohet me armë, me spiun, me luftë, por nuk kupton që ka diçka përtej saj. Dhe diçka kur ai nuk e kupton këtë gjë në botë kuptimin e vet, ai nuk e zgjeron shikimin e tij për të parë që përtej kësaj gjëje mund të ketë diçka më të madhe. Sepse njerëzit në atë kohë besonin që kishte Perëndi, nuk është se s'besonin. Bile kishin ato mënyrat e tyre të besuarit Perëndis. Po ai nuk e çonte fare në mendje që kjo mund të ishte një vepër e Zotit. Por sa njerëz jetojnë sot kështu, me këtë natyrë njerëzore. Kur gjërat shkojnë keq, ky njeri apo ti, unë, secili nga ne, apo njerëzit që nuk e njohin Perëndin, gjë e parë është që akuzojnë bashortin, bashorten, kolegun e punës, shefin, qeverinë, situatën, edhe nuk ulen të mendojnë pak a ka diçka përtej kësaj që Perëndia po më tërheq vëmendjen. Edhe mbasi ato janë të vërteta që shefi, që qeveria dhe kushdo tjetër po na ngarkon përtej asaj që ne mund të bëjmë. Po mbasi Zoti po tërheq në një situatë për të parë diçka që ti nuk do ta shkojë në realitetin fizik. Sepse ne shpesh jemi si mbreti i Sirisë, i kemi sytë e hapur për botën, por sytë e mbyllur për të parë një realitet përtej kësaj, një realitet frymëror. Dhe shikojmë çfarë bën kjo verbëri shpirtërore. Po ta shikojmë te mbreti i Sirisë, ai kalon në një dhunë jo proporcionale, nga ana profesionale, një dhunë jo proporcionale nuk përputhet sulmi me mbrojtjen, edhe ky çon një ushtri të tërë, ku ai qerë edhe një ushtri të tërë të madhe për të kapur një njeri të vetëm, të parmatosur dhe plak.
Kjo është një zemër që ka lejuar frikën, urrëtitjen dhe është e konsumuar dhe ka harruar arsyen. Edhe shpeshherë unë thash që ky person është modeli i njeriu që nuk e njeh Perëndin. Po unë do të pyes secilin prej nesh, a kemi përballur këtë ndjenjë, këtë ndjesi mbase kur nuk e njihnin Perëndin? Me këtë ndjenjë e hakmarrjes, me këtë ndjenjë e urrëtitjes, me këtë ndjenjë që të dali ajo jona deri në fund. Edhe unë them që ne si besimtar nuk kemi imun ndaj këtyre gjërave. Edhe kur jemi besimtar mund të ndodhi, mund të bëjmë në këtë lak. Që të mendojmë kur jemi të lënduar, edhe kur zemra jonë është e mbushur me hakmarrje, të mendojmë ditë e natë se si mundet të ta kthejmë të keqen me të keqen. Dhe kjo është pikërisht fryma e mbretërisë së Sirisë, duke jetuar brenda natyrës tonë njerëzore. Edhe kur jemi besimtar, fatkeqësisht mund ndodhi që të bijmë në këtë grackë. Dhe kjo na sjell në mendje një tjetër histori tragjike, në fakt, është historia e faraonit të Egjiptit. Qofse dini historinë e faraonit, ai her pas here pa me sytë e tij fizik dorën e mrekullueshme të Perëndis, edhe nga ana tjetër shohim se zemra e faraonit u ngurtësua, thotë. Tek Eksodi, janë disa pasazhe që flasin për këtë gjë. Ai sheh mrekullinë me syt, por zemra e tij mbetet e verbur. Ai shikonte me sy atë gjë që po ndodhte, por me zemra ai nuk kuptonte që Perëndia ishte pas kësaj situate. Në fakt kjo është një gjendje e frikshme fizike, që ti ke sy të mrekullueshëm fakt biologjikisht, por nuk shikon realitetin frymëror. Edhe në fakt kjo është ajo që Jezusi në fakt na thot, na paralajmëron. Edhe ka diagnostikuar këtë sëmundje kohë më para. Pra, pasi shekuj më pas, Jezusi e thot se gjë. Te Mateu 13 vargu 13, duke parë nuk shohin dhe duke dëgjuar nuk dëgjojnë. As nuk kuptojnë. Në fakt është shumë e dhimbshme, e thash, të kesh sy biologjik të mrekullueshëm, edhe mos shikosh. Edhe pali na tregon rrënjën e problemit fakt. Rrënja e problemit të kësaj gjëje është te Efesianët 6 vargu 12. Sepse ne nuk përleshemi kundër miqit e gjakut, po kundër principatave, kundër pushteteve, kundër sunduesve të errësirës të kësaj bote, kundër legësive të frymërave në vendet e larta. Mbreti i Sirisë luftonte kundër atij që mendonte se ishte armiku i vet. Luftonte kundër miqit dhe gjakut, kundër pjesës së parë të vargut të Efesianëve, dhe ai nuk e kuptonte që armiku i vërtet ishte fryma e verbërisë së tij. Fakt sepse ai po luftonte kundër frymërave në vendet e larta, fakt ai nuk po luftonte. Ai ishte i verbër ndaj kësaj gjëje. Por Zoti na ka bërë të kuptojmë që lufta jon nuk është fizike, edhe pse mund të përdore njerëz fizik për të na rënduar, për të na lënduar apo për të na vështirësuar gjërat në jetë. Por Zoti po na tregon që lufta jon është për te kësaj gjëje. Edhe nëse ne i hapim syt me atë shikim përpara se Perëndia, përpara se ne të kishim rënë në mëkat, ne kemi për të kuptuar se ka diçka më të mrekullueshme në mes kësaj historie. Fakt pyetja ime për këtë pjesë të pasazhit është kush është spioni në jetën tënde? Kë ke fajsuar, kë ke urryer apo kundër kujt ke ndërtuar një ushtri të tërë zemërimi? Ka dikë ta mendosh për ty si besimtar që ke ngritur një urrëtie apo një pengesë që të pengon në marrëdhënien tënde me Perëndin? Në fakt betejë e vërtet nuk është kundër atij, betejë e vërtet e zhvillohet në vendet qiellore. Është kundër frymërave, kundër principatave në vendet qiellore. Dhe ka njerëz sot që kanë jetuar me vite të tëra në atë dhomën e errët të mbretit të Sirisë, duke bërë plane, duke menduar si të sulmojnë, se si të dëmtojnë apo si të dalin nga situata në cilën janë, edhe nuk i kanë ngritur syt lart të shikojnë përtej asaj që shikojnë. Të ngrihen syt nga Perëndia dhe të kuptojnë që gjërat janë përtej fizikës. Dhe personazhi tjetër, fakt që do shikojmë me shërbëtori, që shikon me sytë e frikës. Do lëvizim tani te dhoma, nga dhoma e mbretit të Sirisë në qytetin e vogël të Dotanit, aty ku Elishai jetonte me shërbëtorin e vet. Edhe në mëngjes shërbëtori ngrihet, zgjohet herët dhe çfarë shikon? Dhe kur shërbëtori i njeriu të Perëndis u çua herë dhe doli për jashta, ja, një ushtri qarkonte qytetin bashkë me kuaj dhe me karroca. Dhe kjo është ajo që ai shikon. Ai shikon vetëm ushtrinë e Sirisë, e cila ka rrethuar qytetin, mendoni pak, edhe kanë ardhur, qyteti ka pas njerëz të tjerë, fakt ata kanë ardhur për të marrë vetëm profetin e Zotit. Dhe pastaj vërtet dhe me detin Zotit, si do t'ja bëjmë? Nuk e di nëse u ka ndodhur
Në fatkeqësisht, unë them që mua më ka ndodhur edhe juve, masi nuk kam thënë të shprehje me det i Zot si do t'ja bëj, por ky shërbëtor është zëri i çdo njeriu që zgjohet herë të mëngjes apo në çdo moment dhe besimi i tij është më i vogël se sa problemi që ka. Ase problemi që ka është më i madh se sa besimi i tij. E thot, si do t'ja bëjmë? Si do ta zgjidh këtë situatë? Fakt borxhet mund të kenë mbytur sëmundjet, problemet, papunësia, shqetësimet, marrëdhëniet me njerëzit, janë shumë gjëra që na rëndojnë në marrëdhënien tonë, edhe ato janë si kjo ushtria e sirve, siranëve që na ka rrethuar, jetë dhe na e bën që mos shikojmë përtej asaj që shikojmë me sytë fizik. Dhe pastaj themi me det i Zot, si do t'ja bëj, si do dalim nga kjo situatë. Edhe fakt, mendoni pak, ky jetonte me profetin më të madh të Izraelit në atë kohë. Jetonte bashkë me të, kishte dëgjuar fjalën e tij dhe fakt kishte parë mrekulli, edhe pse është shërbëtor i ri. Po të shikojmë historinë kronologji, ky ka zënë vendin e Gehazit, që një kapitull më parë mëkatoi dhe pastaj profeti merr një shërbëtor të ri, por prap ka parë dorën e Perëndis, në ai kohë sa ka jetuar me njeriu e Perëndis, ka dëgjuar fjalën e tij. Po kur vjen vështirësia, ai shikon që vështirësia e mbyll dhe nuk shikon dot përtej saj. A jemi ne si ky person që shpeshherë, edhe pse i besojmë Perëndis, kur vijnë vështirësitë dhe rrethanat, të themi si do t'ja bëjmë, çfarë do të bëj, dhe në atë moment të jetës tënde ti as nuk e çon në mendje që i beson Perëndis, po thjesht do t'japësh zgjidhje problemit. A nuk ka ndodhur kjo gjë me ne? Kemi vite që jemi në këtë kish, e kemi dëgjuar historinë e Danielit në gropën e luanëve, kemi dëgjuar historinë e Davidit që u përball me Goliathin, por kur vjen vështirësia, ne prap e kemi sytë vështirësia jonë. Por çfarë ndodh? Ajo që ndodh është që shikojmë Elishain apo Eliseun dhe zemrën e pjekur të një drejtuesi. Te vargu 12:6, vargu 17, dhe Elishai u lut dhe i tha: Zot, të lutem, hapja sytë atij që të mund të shoh. Nuk shikojmë që ai ta qortoi, ta kritikoi, apo të thot sa i do për çan që unë u zhgënjeva nga ty. Unë prisja që ti ishte një dishepul besnik, ta shikoj Perëndin ashtu me sytë e mi, por gjëja e parë që ai bën, i lutet Perëndis. Sepse Elishai kuptonte diçka thelbësore. Problemi i shërbëtorit nuk ishte mungesa e realitetit. Fakt realiteti ishte aty, ai po shikonte vërtet atë gjë. Por mungesa e shikimit, ai kishte problem me shikimin. Nuk kishte problem me realitetin. Aty malet ishin, ushtria e sirianëve ishte, edhe ushtria e Zotit aty ishte. Pa ai kishte problemin me syt, që nuk e shikonte. Në fakt ky është çelësi fitores. Sa herë që ne mendojmë se na mungon ndihma, kur në të vërtetë ajo çfarë na mungon është shikimi për të parë ndihmën e Perëndis. Edhe te Efesianët 1 vargu 18 shikojmë që Pali u drejtohet kishës në Efes me këtë lutje, duke përndritur sytë e të kuptuarit tuaj. Pra, duke ndriçuar sytë, se nëse ne nuk i kemi sytë e ndriçuar, të hapur për të parë gjërat e mrekullueshme të Perëndis, edhe ne si besimtar mund mos ta shikojmë atë realitet. Se kërkohet që ne të kemi të ndriçuar sytë nga Perëndia. Dhe duhet kuptojmë këtë tjetrën, dhe kjo është thelbi për mua, këtu ndahen dy. Te 2 Korintasve 5 vargu 7, sepse ne ecim me anë të besimit dhe jo me anë të shikimit. Kemi besimin që shikon përtej fizikës dhe kemi shikimin që është normale që ne si njerëz mund të shikojmë dhe për shkak të mëkatit ne jemi të kufizuar të shikojmë përtej asaj. Por kur ti erdhe në Krishtin, nëse ti ke besuar Perëndis, ajo gjë që ndodhi kur fryma e Perëndis erdhi te ty, ajo filloi të nxjisi diçka. Përmes besimit ti mund të shikosh ato gjëra që Perëndia i ka aty për ty. Dhe prandaj 2 Korintasve thot, sepse ne ecim me anë të besimit dhe jo me anë të shikimit. Dhe shumë e mrekullueshme ta ndash të varg në dy pjesë. Shikimin fizik edhe ajo gjë që është çelësi fitores është besimi te Perëndia që na vën në lëvizje syt frymëror që Perëndia i ka për ne. Sot ndoshta je ai shërbëtori, ndoshta je rrethuar nga frika, nga sëmundjet, nga borxhet, nga vetmia, apo edhe nga humbja dikujt, një njeriu të afërt që të ka plagështuar. Dhe këshilla ime mbase do të ishin të tepërta, të thosha bëj këtë, bëj atë. Po ajo vetëm që do të them është
të ndjekim këshillin e Elishait apo Eliseut dhe të lutemi që sytë tanë të hapen, që të shikojmë përtej asaj që shikojmë, të shikojmë ushtrinë e mrekullueshme të Perëndisë, realitetin e vërtet, ashtu siç u thash në fillim, prandaj lexova pasazhin të gjithin, të futem pak në botën e asaj historie, do ta mendoni, ashtu si ushtria e Zotit ishte atje, mendoni pak, është e vërtet 100% si unë ti që jemi këtu, që ushtria e Perëndisë është këtu me ne. Është këtu me ne dhe na shikon edhe lavdrojmë Perëndin në vendet e larta, por edhe këtu janë sytë e Perëndisë. Kudo që 2 o 3 janë mbledhur, Perëndia, Zoti është aty me ne. Pyetja për ty sot, për këtë pjesë, apo lutesh që të rrethana të ndryshojnë, apo po lutesh që sytë tu të hapen? Sepse ndonjëherë Perëndia nuk i heq malin, po e lë aty problemin, vetëm që të hap sytë për të parë, se problemi ka qenë gjithmonë aty, edhe zgjidhja ka qenë gjithmonë aty. Por ne kërkohet ta ushtrojmë besimin, me atë besim që u thirrëm për të besuar Perëndis, edhe Zoti na ndryshoi jetën kur ne i besuam, me atë besim do të esim edhe të shohim lavdinë e Perëndis për ditë. Edhe personazhi tjetër është i mrekullueshëm fakt, është njeriu i Perëndis, janë sytë e besimit. Vjen re, kur shërbëtori i vërtet nga Afrika, Elishai është krejtësisht i qetë. E çfarë thot? Dhe ai u përgjigj, mos ki frikë. I thaj, sepse ata që janë me ne, janë më të shumë se ata që janë me ata. Si ka mundësi që ky njeri të flasi me këtë qetësi, kur shikon të njëjtën gjë që shikon shërbëtori, sepse ai e shikon ushtrinë armike. Sepse Elishai tashmë me sytë e Perëndis, me sytë shpirtëror, nuk shikon vetëm ushtrinë fizike, ai u shikon edhe ushtrinë e Perëndis. Atë ushtri që shërbëtori e pa vetëm pasi Elishai u lut. Ajo ishte aty. Ndërsa Elishai jetonte në atë realitet të përhershëm, ku betejë qellore ishte më e vërtetë dhe më e prekshme se ajo toksore. Kjo është jetosh për ditë. Dhe këtë është shikimi hyjnor. Të jetosh për ditë me këtë marrëdhënie me Perëndin. A e bëj unë këtë gjë? Unë luftoj për ta bërë. Unë nuk po ju gënjej të më bëj. Unë dëshiroj ta bëj. Edhe kjo është sfida për secilin nga ne, që të shikojmë me sytë e Perëndis. Dhe ky është ushtrimi i besimit të vërtet. Jo të mohosh realitetin apo vështirësinë, ajo është aty. Vështirësia është aty, por të shikosh Perëndin përtej vështirësisë. Ta shikosh Zotin dhe të shikosh me sytë e Perëndis përtej asaj vështirësie. Po ka diçka më të manitshme në këtë historinë e këtij njeriu të Perëndis, që duhet ta praktikojmë dhe ne në jetën tonë. Kur ushtria armike verbohet dhe bie në krejtësisht në duart e Elishait, të armikut të tyre, të cilin ata kishin ardhur për ta kapur, Elishai ka mundësi tani të hakmerret. Ka mundësi të hakmerret sepse ata erdhën për ta kapur, erdhën për ta vrarë. Tani ky i çon në Izrael, mbreti i Izraelit thot, "Im Zot, çfarë duhet të bëj tani? A ti vras?" Tek dy mbretërit ai thot, "Vëru përpara bukë e ujë." Dy mbretët 6:21. Dhe kur i pa ata mbreti i Izraelit u tha, "Elisha, ati godas. Çdo arsye njerëzore do të mendonte që ka mëse të drejtë të hakmerret sepse ata erdhën për ta vrarë." Por Elishai thot jo. Te 2 mbretërit 22, "Vëru përpara bukë e ujë që të mund të hanë të pinë dhe të kthehen te zotëria e tyre." Ai ushqen, ai bën një festë për armiqtë e tij dhe i kthen shëndosh e mirë. Në fakt kjo është natyra e vërtet e një zemre që sheh siç e Perëndia. Kur një zemër shikon me shikimin e Perëndis, kjo është natyra. Sepse nuk është kjo që na thot Jezusi në fakt tek Mateu 5:44. Dhe unë po ju them, duajini armiqtë tuaj, bekojini ata që ju mallkojnë, bëjini mirë atyre që ju urrejnë dhe lutuni për ata që ju trajtojnë e ju persekutojnë. A nuk është kjo pikërisht ajo që bëri Jezusi vetëm në kryq fakt? Ai jo vetëm e tha, po kur ishte në kryq, bëri të njëjtin gjë. Te Luka 23:34 thotë, "Atë fali sepse nuk dinë se ç'bëjnë." Në fakt sytë hyjnor nuk shohin vetëm realitetin shpirtëror. Sytë hyjnor nuk shohin vetëm realitetin shpirtëror. Ata shohin dhe armikun me sytë e mëshirës.
Nëse ti do kesh sytë e Perëndis, të shikosh si shikon Perëndia, përveç se realitetit frymëror që ta shikosh, po të shikosh edhe me mëshirë. Kjo në fakt është sfida jonë për sot. Ai shikojmë armiqtë tanë, ata që na lëndojnë, ata që na tradhtojnë, ata që na urrejnë me sytë e mbretit, me dyshim, me urrëtie, me dëshirë për hakmarrje, apo i shikojmë me sytë e Elishait apo shërbëtorit Perëndis, me mëshirë, dëshirën që ata të shpëtohen dhe të njohin Perëndin. Sepse e vërteta është kjo, nëse Perëndia të ka hapur sytë, ata sy nuk do ndryshojnë vetëm mënyrën se si ishte Perëndin. Ata sy do të ndryshojnë edhe mënyrën se si armikun dhe si sheh rrethanat që të rrethojnë. Prandaj kemi nevojë të shikojmë me sytë e Perëndis. Edhe e thashë, me sytë e Perëndis shohim përmes besimit. E si mund të ta forcojmë besimin? Duke pas një marrëdhënie të ngushtë me Perëndin, duke kaluar kohë me fjalën e Tij. Edhe ti ke për ta parë premtimet e Perëndis janë mrekullueshme. Kur ti beson ato që janë në fjalën e Perëndis dhe i shikon përditë në jetën tënde, ti ke për të parë që Perëndia është real. Nuk është ai Perëndi që shikon vetëm në letër, por është ai Perëndi që ecën përditë me ty, ose ti ecën përditë me Perëndin. Dhe pjesa e fundit, apo personazhet e fundit janë ushtria siriane, nga verbëria e quajnë shpëtim, por le të shikojmë. Kjo është pjesa më ungjillore apo që ndan ungjillin në këtë histori. Në kujtohet historia e sirëve nga fillimi, thamë që ata erdhën për të kapur profetin, njeriun e Perëndis. Kishin një mision nga mbreti tyre, i cili në hakmarrje, në zemërim dhe në urrëtie e kishte humbur gjykimin dhe kishte dërguar një ushtri të tërë. Në fakt, te vargu 18, Elishai lutet Zotit e tha: "Të lutem goditi këta njerëz me verbëri." Dhe ai goditi ata me verbëri sipas fjalës së Elishait. Pra, ai kishte këtë marrëdhënie tham për profetin me Zotin, të lidhur fort, dhe kur i lutet Zotit për diçka, Zoti ja plotson. Edhe shohim që ata verbohen, ushtria armike verbohet, por vjen njëri diçka të mahnitshme. Kjo verbëri nuk kishte dënimi përfundimtar për këtë ushtri. Nuk kishte dënim përfundimtar verbëria e tyre. Ishte akti i parë për të tërhequr ata një takim me Perëndin mbase. Një takim me mbretin e Izraelit. Sepse çfarë ndodhi më pas? Elishai vetë, ai person të cilin ata kishin ardhur për ta kapur, i udhëheq personalisht drejt qytetit armikut të tyre, që ishte Izraeli. Imagjinoni pak skenën, ushtar të fuqishëm me armatim, udhëhiqen nga dora e personit të cilin ata donin ta vrisnin, dhe në verbërinë e tyre si fëmijë të vegjël, nuk kuptonin se ku po drejtoheshin. Pikërisht nga ai person që ata mendonin që ishte armiku i tyre, ai u udhëhoqi drejt Izraelit. Në fakt sa e manishme është kjo pamje e gjendjes njerëzore. Mendoni pak, të gjithë ne përpara se të njohim Perëndin, jemi si kjo ushtrie e sirianëve, të verbuar duke menduar që dim ku po vemi, jemi të fuqishëm, kemi armatimin e dur, kemi planet tona, kemi strategjinë tonë. Në fakt, jemi të verbuar dhe nuk e dim se ku po shkojmë. Edhe jemi të udhëhequr nga mëshira e Perëndis. Në fakt, Pali e përshkruan gjendjen tonë kështu. Te Efesianët 2 vargu 1 dhe vargu 3 thot: "Juve që ishit të vdekur në shkeljet e në mëkat, ndër të cilët në kohët e kaluara edhe ne patëm të jetuarit tonë në ëndjet e mishit, duke i përmbushur dëshirat e mishit dhe të mendjes." Pra kjo ishte natyra jonë, të vdekur në mëkat për shkak të natyrës mëkatare. Në fakt, tek Efesianët në vazhdim thot: "Por Perëndia, i cili është i pasur në mëshirë, për hir të dashurisë së tij të madhe, me të cilën na deshi, edhe kur ishim të vdekur në mëkat, na ngjalli së bashku me Krishtin, me anë të hirit jemi të shpëtuar." A nuk ishim dhe ne si kjo ushtrie siriane, të vdekur, të verbër, duke shkuar diku, pa e kuptuar, duke menduar që jemi në gjendje, jemi të fuqishëm, nuk kemi nevojë për Perëndin, dhe po shkonim drejt një shkatrimi. Dhe mos harroni që mëshira e Perëndisë është e njëjtë, dje, sot edhe përgjithmonë. Do të sjell një histori të ngjashme. Fakt. Dhe historia e ngjashme është Sauli nga Tarsi. Ai gjithashtu ishte armik me Perëndin. Ai ndiqte, burgoste, vriste njerëz të Perëndis,
duke menduar që po bënte gjën e dur. Por rrugës për në Damask, një dritë nga qielli e verbon. Edhe ajo dritë që e verbon, jo domosdoshmërisht ishte verbim për ta ndëshkuar atë, por ishte pikërisht në ato ditët fizike të verbis të tij që ai shijoi dhe njohu Perëndin. Pra thashë, jo domosdoshmërisht verbëria të çon në një humbje përfundimtare. Ishte pikërisht kuptor gjendje reale dhe thjesht e Perëndia. Dhe kur luspat i ran nga syt, ai nuk pa vetëm dritën fizike, ai njohu Perëndin. Dhe mos harroni pasaj njeriu e verbër të Gjoni 9, vargu 25. Ai thotë, isha i verbër, por tani shoh. Pra, ai u shërua nga Jezusi dhe në fund fare di çfarë tha? Fuqishëm tha, isha i verbër, kurse tani shoh. Dhe shpesh Perëndia vetë verbon nga mënyra tona të jetuarit të vjetra, na ndalon, na thyen krenarin, na heq iluzionin se dim ku po shkojmë, jo për të na shkatruar, por për të na udhëhequr drejt shtëpisë të tij. Dhe çfarë do te vargu 20? Dhe Zoti u hapi syt dhe ata pan. Dhe ata tani janë në mes të armikut, në mes të Izraelit, edhe shohin të tmerruar, që janë të rrethuar, tani kuptojnë gjendjen e tyre reale që nuk kanë fuqi, edhe janë të humbur. Ky është momenti kur një armik e shet fundin e tij dhe gjendjen e tij, jo më i fuqishëm, krejtësisht i varur te mëshira e mbretit Izraelit. Mendoni sa njerëz kanë nevojë për këtë moment. Njerëz që mendojnë se janë në rregull, i kanë çdo gjë në terezi, janë mbase në rregull me Zotin e tyre, por në fakt janë në rrugën e gabuar. Edhe kur Perëndia i verbon për t'i tërhequr në pikën e takimit me ta, edhe pastaj kur hapen syt, ti kupton gjendjen reale, që ti nuk ishe në fuqinë që mendoje që ishe, ti nuk ishe në rrugën e dur, dhe ti ke nevojë të pendohesh, ke nevojë të njohësh të vërtetën, sepse e vërteta do bën të lirë. Edhe e vërteta është që ishim larg Perëndis për shkak të mëkatit, dhe Perëndia solli birin e vet në trajt njerëzore për të paguar për mëkatet tona, që ai frymë e shenjtë që u largua nga njeriu në momentin e mëkatit të kthehet mes veprës që Krishti bëri në kryq. Dhe çfarë ndodhi pastaj? Te vargu 23 shohim mbreti i Izraelit me këshillin e Elishait, u thotë tyre, dhe ai u përgjigj. Dhe ai u përgatiti për ta një nozullim të madh dhe pastaj hëngrën e pinë dhe i përcolli dhe ata shkuan te zotëria e tyre. Pra, mëshira e Perëndisë është e pafund. Edhe ne e kemi provuar vetë për ata që i kanë besuar Perëndisë. Po të dorëzohesh te Perëndia, të shikosh që ai Perëndi nuk është thjesht në mendjen tënde, ai është real, hap pas hapi. Dhe këtu të hapen sytë e besimit dhe ti ke përpara dorën madhështore të Perëndisë. Edhe vargu tjetër, pjesa e dytë e vargut 23 thotë: kështu qetat e sirve nuk erdhën më në truallin e Izraelit. Mëshira bën atë që dhuna nuk mund ta bënte kurrë. Ata kishin kohë që luftonin edhe do të shkojë edhe më mbas, luftrat vazhdojnë. Por mëshira në atë moment bëri që të ndalonte luftën. Kjo është pikërisht ajo që Krishti bëri për ne në kryq. Ne ishim armiq të verbër duke marshuar drejt gjykimit dhe ai në vend që të na shkatronte, na ftoi në një gosti. Na ftoi në gostinë e tij, duke ofruar trupin edhe gjakun e tij, që përmes faljes së tij ne të kemi mundësi të hyjmë në prezencën e Perëndisë. Ai na ktheu në shtëpi të falur, të shëruar, të shpëtuar. Ashtu siç u kthyen këta ushtar sirian në shtëpi të falur nga mbreti i Izraelit. Po është qëndrimi dhe zemra e tyre që do të vendoste të besonte asaj gjë që ndodhi me ta, mëshirës që u ofrua nga ana e tyre. Dhe kjo është dhe me ne. Perëndia ka bërë veprën e tij në kryq, e ka paguar për mëkatet tona. Nëse ka një person që nuk e ka besuar këtë gjë, sot është momenti që ti ta thrashësh Zotin Jezus në zemrën tënde. Nuk është një fe. Është pikërisht nevoja që ti ke për Perëndin. Ke nevojë për të plotësuar atë boshllëk të natyrës njerëzore, që Perëndia të vi e të hapi syt frymëror për të parë gjërat me sytë e Perëndisë.
Sot unë do të pyesja, a jemi si ajo ushtri e verbër duke ecur, duke menduar që jemi në rregull me Perëndin, apo duke menduar që jemi në rregull me veten tonë? A jemi duke luftuar me beteja që mendojmë armiqt tanë janë fizik, apo është një luftë frymërore në vendet e larta? Apo jemi si ai shërbëtori i trembur që nuk e ka vizionin e qartë, sepse nuk e ka besimin e plot te ai që Perëndia mund të bëjë. Dhe ndoshta sot është koha për të hapur syt dhe për të parë për të asaj gjëje që ne shikojmë. Edhe unë them, edhe jam i bindur, një marrëdhënie e fortë me Perëndin, një marrëdhënie e përditshme me Perëndin. Do të na bëjë të kemi një shikim hyjnor, ashtu si Elishai e kishte këtë përdit. Nuk kishte një moment që atë moment ai Elishai ju hapën syt për të parë që ushtria e Zotit ishte aty. Ai jetonte në atë realitet. Edhe po të shikojmë veprat që Zoti bëri përmes këtij profeti ishin të mëdha, sepse edhe marrëdhënia e tij ishte e fortë me Perëndin. Bibla na thot: por Perëndia i cili urdhëroi dritën të shndrisë përmes errësirës, ka shndritur në zemrat tona për të na dhënë dritën e njohjes së lavdisë të Perëndisë në fytyrën e Jezus Krishtit. Perëndia kërkon të shndrisë në zemrën tënde. Lëre Zotin të shndrisë. Lëre Zotin të punojë në jetën tënde. Nëse i beson atij, kalo kohë me të. Besoj atij që ai të rrethon me dashurinë e tij. Ai nuk të lë vetëm. Ai është ngushëlluesi. Në fakt kemi folur edhe para ca kohësh për ngushëllimin, edhe themi që jemi ngushëllues, po ngushëlluesi më i madh është Perëndia. Edhe mbaj këtë qëndrim në zemër, që Perëndia të rrethon kudo që ecën, këtu ku jemi, në shtëpi, në rrugë, në punë, kudo që je, Perëndia është aty me ty. Dhe të lutemi Zotit për ata që na kanë vënë pranë. Të lutemi Zotit që Zoti t'i drejtoj për t'u hapur syt, që të shikojnë me sytë e Perëndisë. Edhe kemi për të parë se mrekullueshme është kur jeton jo vetëm për vete, kur jeton për atë që Zoti ka vënë për krah. Dhe ka njerëz plot që kanë nevojë për Perëndin, edhe ti aty personi që ke fjalën e Perëndisë dhe përmes teje Zoti mund të punojë në zemrat e tyre. Kështu që jo vetëm që të kemi sy për të parë realitetin e Perëndisë, por të kemi sy për të parë ato gjëra që Zoti do të bëjë përmes nesh. Kështu le të lutemi Zotit me këtë qëndrim në zemër. Nëse asgjë do të keni mbajtur mend sot, lutja ime për sot është të kuptoni që Perëndia të rrethon kudo që je, në të mirë dhe në të keqen tënde. Ai është aty dhe do vetëm të mirën për ty. Kështu që le të mbyllim syt, të mendojmë pak atë historinë që folëm sot, se si Zoti ishte aty në atë situatë. Dhe sa situata të tjera janë në jetën tona, e se si Zoti na rrethon dhe që Zoti do që ne të ushtrojmë besimin dhe të shikojmë përmes besimit dhe jo përmes shikimit. Sepse kur ecim me anë besimit, do shkojmë sa gjëra që shikimi fizik na kufizon. Dhe kjo është lutja ime për sot. Zot, lutem që të kemi sy për të parë, o Perëndi, lavdin tënde. Të kemi sy, o Perëndi, për të parë atë që ti po bën në mesin tonë. Faleminderit Perëndi për faljen tënde, Zot. Faleminderit për gjakun që derdhe në kryq. Faleminderit për Zotin Jezus Krisht, o Perëndi. Faleminderit që i hapet zemrat tona, o Perëndi. Për çdo që të ka besuar, e shikon lavdin tënde tani, o Perëndi. Edhe mund të shikoj me syt e besimit madhështinë edhe mrekullinë tënde. Lutem Perëndi, të na përdorësh aty ku jemi, në punë, në familje, në lagje, në njerëzit që na rrethojnë. Që kur ata kanë sfida, ne të jemi në lutje për ta. Kur ata kanë sfida, për ne të jemi pra të ngushëllojmë ata, ashtu siç ti na ngushëllon ne. Dhe lutem Perëndi, që ata të shikojnë Jezusin në ne. Dhe kjo botë e humbur që për ditë njerëzve në ferr ka nevojë për dritën tënde, Perëndi. Dhe le të shndrit drita jote në jetën tona, Perëndi. Dhe të tjerë të shikojnë Jezusin në ne. Dhe ne të shikojmë ushtrinë tënde qellore që na rrethon. Në emrin tënd, Zot Jezus, lutem.